Saban Nuzi është aktualisht në burgun e Fushkrujës, ku, si që përmendëm dhe shtandë e kolegët në kronik, është i dënuar për vrasjen e Klevis Leshi, dyshohet jetë vrasës me pagesë. Ndodhet në një qeli atje ku sot pas zbardhjes së ngjarjes është kryer edhe një kontroll nga operacionalja e drejtorisë së burgjeve, domethënë është për të bërë të mundur nëse ka ose jo në një objekt të jashtëligjshëm në qeli apo e ka fshehur diku, deri tani nuk rezulton që të ketë të pasur, të paktën nuk është gjetur nga ana e policisë burgjeve, po verifikohet nëse ka bashkëpunuar ose ka persona të tjerë me cilët ka arritur të çojë mesazhe jashtë apo ka përdorur vetë ndonjë mjet jashtëligjshëm për të dhënë direktivat, le të themi. Po, si mund të jetë kaq e thjeshtë të bësh një porosi nga burgu? Nga burgu ne kemi parë që ka ndodhur edhe ngjarje më të rënda, janë dhënë edhe porosi vrasjesh, janë drejtuar linja trafiku droge. Madje është kryer edhe një vrasje brenda burgut. Ndaj në këtë pikë ti thuaj që nuk ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme për faktin që tani për para shkollë sa një njeri supozohet të jetë izoluar në burg, duhet të jetë dhe duhet të ndodhë si rregull që të jetë izoluar nga çdo aktivitet jashtë burgut dhe të jenë prerë krahët për të kryer dhe për të vijuar aktivitetin e tij të jashtëligjshëm. Por që ka ndodhur edhe më parë që të ketë pasur tentativa të tilla për të shkelur dhe për të dhënë instruksione për të çuar një porosi diku, për të mbyllur një hesap që kishin lënë pa mbyllur dhe ngjarje të tilla. Flitet për një borxh prej 15.000 eurosh. Kjo është pista e vetme apo policia ka edhe këtu ka diçka kontradiktore, sepse personat e arrestuar po flasin gjatë deklarimeve që kanë dhënë, kanë përmendur një shumë 15.000 euro, por ata e thonë më tepër si një shumë totale që ishte paguar nga ana e Saban Nuzit për të vendosur eksplozivin. Pra ishte një shumë që ata do merrnin secili për rolet e tyre që kishin për vendosjen e eksplozivit. Sigurisht ai ka pasur me një konflikt me personin të cilit ka urdhëruar vendosjen e eksplozivit, por nëse kjo ka të bëjë me borxha apo për ndonjë mosmarrëveshje që ata kanë pasur para se ai të arrestohej, kjo mbetet për të sqaruar para shkos se vetë ai ka thënë ka mohuar që të ketë një konflikt të tillë, por edhe nga ana tjetër i dëmtuari pretendon që nuk ka probleme të hapura me të. Nëse flasim për 7 personat e arrestuar, ti përmendën në fakt edhe dëshmitë që ata po japin, edhe policia thotë se ata janë një grup i strukturuar kriminal, dyshohet. Pak kështu po na rezulton, ka shumë persona me role të ndryshme, dikush që ka vëzhguar, dikush që ka ndihmuar, dikush që ka vendosur lëndën narkotike, por edhe porosia. Pra bëhet fjalë për një grup të mirëfillt të strukturuar.